tek Lendilli për Ranhona, harçim tha se s'lind më nona. 300 shpion shkun atje për Kadri Veselin, harçim thoqën, Recep Selimin, Jakub Krasniqin, kurse për Slobodan Miloševićin veç 60. Unë s'jam ka kuptoj këtë popull, po pas më pas që me në sundimin serb. Atë mjashari ti gjallë, sot edhe ai do ishte në Haga. Kur një herë kryeministri shkojmë në vizitu krerët e luftës ose me fol një fjalë mirë. Nëse më shkon menja një ditë me votu Albin Cernagorin, në atëherë do të më prej dorës. Nuk më vjen më durë dhe minja, as mendë minja. Ta janë për shkatrimin e shtetit, jo për formimin e shtetit. Ta janë për shkatrimin e shtetit. Më mirë i ka Albini punë me Serbinë e me njerëzit e Serbisë se me njerëzit në Shqipëri. Ky Cernagori na mund në qafë, sepse ky është dora e djathtë e Serbisë. Po normal se ky hanë dan ka punu me Serb. Aja ka qenë flamurin ton Lara. Që 5 vite që ka orë ky vend ka ngel. Një dytën thonë Mitrovica. Mitrovica është lërua atë që ka hyrë natën në Kosovë, atë është lëruar Mitrovica, dogonat i kena në atje. Përshëndetje miq të dashur, sot kemi ardhur në fshatin Letin, në komunën e Skënderajit. Kemi ardhur me vizitu fshatin, me pas se sa është i bos fshatisun, sa po ka banor ky fshat, për më shumë ka me na tregu zotri Hajriz Qelaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Ç'është po kalon? Mirë. Jo? Mirë, faleminderit. Ai lodh, ç'është po jes puna? Jo, mirë. Shëçë. Ti ç'është po kalon? Mirë, faleminderit, mirë. Apo na tregon pak çka punon, me çka merresh? Unë merrem me bujqësi zakonisht, me bujqësi, me lop, me tukën, me shëgjona, po kemi met vetëm, punëqia punëture na ka ikë, minja na ikën, na ka ndollë jashtë, po thunë që o ma mirë, Se kanë bëshatis ka të shumë po nuk e di pse, nuk përdojnë të rinja, unë për vete, ne kemi qenë 6 vllazër e 3 modra, kemi pas kushte shumë më të vështira edhe kemi nejtë këtu, kemi jetu këtu, kemi punu këtu, na ka mojtë baba me krah, edhe 9 fëmijë kemi qenë. Kurse sot ne 1, 2, 3 dhe nuk po jem gjendje të edukojmë, të nalim fëmijën tonë, të më stilon me na ikë jashtë. Çfarë mendimi ke për këta që pëlqejnë vendin tonë? Nuk e kam fort mendimin e mia. Sepse për shembull Kosova ne liftuam për këtë Kosovë, me mush Kosovën, jo me shpras Kosovën. Kurse sot e pat, katuni është i bëshatisur, fshatet, këto shtëpiat. I vetë njeri që të pom këti. Po, edhe dhe me thonë nuk e kuptaj. Te ceke që i ki vllaznit jashtë, motrat jashtë, te a ke menu na herë me dol jashtë vendit? Unë kam qenë jashtë, jam këthyje, edhe jam këthyje mas luftën 2007, edhe të regoj drejtën e kam gjithë vetën mirë, sepse kushtet i kem, me punu gjitha gjonat të kemi, gjithçka është në rregull, mirë, asfaltin e kem, përpara kemi qenë shumë keq, para luftës nuk kem pas asfalt, s'kem pas drita, s'kem pas tashti ka desh zoti, njerëz të mirë, na pronën këtë ditë, rrugë, sa i kem rrugën, i kem gjitha, po nuk po dojnë, nuk e di. Unë vetë kam shku të shkolla e Lelçinës e Modha atje është, kam shku kam, dhe me thonë janë 3 kilometra. Kam shku kam ardhë, në përshinë për borë. Apo kanë shkolla ofër, po jo. Krejt gjanat që mundën me qëndru këtu. Normal, se shkolla e pat, shkolla është si për naltë atje, është dhe me thonë shkolla deri në klasën e 5, pastaj është tjetra deri në klasën e 9 këtu, edhe në Rënik. Apo kanë zonë ta? Shumë pak. Vllai i ka 2, quna, një kusheri i ka, edhe i ka 2 dhe... Te a ki fëmijë? Po, unë i kam fëmija mije në jashtë. Pse janë jashtë ata? Po, qashtu, unë pa ta pashku atje, pa ta morë edhe bashkërtën edhe fëmija lindën atje, metëm atje, për momentin unë jam këto fëmija janë atje. E pse ke vendos me u këthy ti këto dhe me lënë fëmijët atje dhe grunë? Po, në po munona me sjell ata po më lusin me shku atje, po në s'po du më shku. E pse? Po thojnë hajde atje, këtu unë punë për me qenë Kosovë ma mirë. Kem liftu për këtë Kosovë, për me bu këtë Kosovë, me shqyqyr që në erë këtë ditë, sa gjaku i dëshmori të derë, sa luftetari, unë vllajën e kam koshare, Rifat Qelaj quhet, është vrarë me 9 prill 99, në luftën e Kosharës, edhe ai ka qenë në Gjermani, është kthyer nga atje. Edhe sa dëshmori, sa gjaku derë për këtë vend edhe mas mrami na u bashkëtis vendi. Nuk e di këta politikanë tonë se ç'a jam. Apo e gëzojmë sa duhet lirin? Jo, lirin e pronën, fal gjaku dëshmorëve, fal nënave tona, vëllezërit tonë, fëmijëve tonë, gjaku derë i tyne, po nuk për momentin nuk jem ka e vdim vlerën shumë. Po flasim çysh na vjen çefi
i shojmë njerëz të luftës, i shojmë njerëz të qekes, i shojmë njerëz që kanë sakrifiku nëna tona, motra tona, domethënë kanë sakrifiku shumë për këtë vend. Edhe sot ka ardhur një kohë se flasin, ta shohin luftëtarin, ta shohin çlirimtarin, ti shohin njerëz në luftë, atje në Hag i kem. Shkun 300 shpion, shkun atje për Kadri Veselin, Hashim Thaqin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin, kurse për Slobodan Miloševićin veç 60. Unë s'jam ka kuptoj këtë popull çao ka bos me këtë popullin tonë. Domethënë pse pinë vlerësojnë që ka shumë? po pinë vlerësojnë se nuk e di. Pas kanë shumë njerëz nuk pas kanë pas shef që Kosova më shliru, po pas kanë pas shef me në sundimin serb. Po fol zotet, fol natës, fol njerëzve të çlirimtar, fol familjes dëshmorëve, e kemi arritur këtu ku jemi. I falenderoj gjithë familjet e dëshmorëve, e respekt gjithmonë, e respekt për trimat e luftës të qekesa, më bën vendit edhe të gjithë ata që kanë dhënë jetën për këtë vend. Çfarë mendimi ki për ata që janë Hag? Për ata që janë Hag jam shumë i mërzitur. Jam i mërzitur se ata janë njerëz të kupola e luftës, kupola e UÇK-s, njerëz më të mirë të UÇK-s na kanë marrë, na kanë çuar atje. Hashim Thaqi, thoi një fjalë popullore, tek lendilli për rënona, Hashim Thaqi s'lind banana. Personalisht unë jam shumë e një veten jo mirë, pavarësisht për të gjithë, edhe ata që kanë qenë përpara atje, po edhe këta që janë, domethënë se nuk është mirë. Serbët kanë bërë masakra, na kanë dhënë mbi 20 nona, motra, femra shqiptare, nuk del kush me fol një fjalë keqe, na kanë prerë fëmijë, na kanë vetëm këtu në fshatin Leqin, Nisbic që ka rrë 142 janë vrarë në fshatin Nisbic, këtu janë as 5 minuta me makinë. Domethënë nuk del kush për njerëz, për barbarët, për kriminela me fol një fjalë keqe, kurse për njerëz të luftës çdo ditë, e më shumë. Se u ka ndodhur kjo? Se u ka po nuk e di se kjo politika se kena tani. Këta njerëz që kanë këtë pushtet, nuk e duhet luftën. Këta për shembull ka qenë ajo ministre e jashtme Donika Gervalla, Shfarc. Unë quj di zez ato, se gjermanishtën e di se Shfarc domethënë ze, edhe ajo normal që ajo veç zeshe për Kosovën. Asoj ja kanë vrarë UDB-ja, ja kanë vrarë babën, edhe prapë thot del aty në parlament si vjet turp. S'ka turp, thot kam çu dosje, kam çu dëshmi kundra qlirimtarëve në Hag. Domethënë kjo është merr për ne. Domethënë na vetveten penjollosim njerëz të tonë. Dolën thojnë në parlament aty thonë që Hashim s'kan Hag, sa një fjalë nuk dalin me fol njerëz të tonë. Një fjalë nuk. Vin amerikanë më na treguan neve se kush janë çlirimtarët. Çfarë mendimi ki për politikën aktuale, që tash se i kënaqen apo punon sa duhet për vendin tonë? Politikën aktuale, dosh zoti, e shkatërroft, e mos e pa shakur syt sojna. Ky Çrnagori na mund në qafë. Sa në quj Albin Çrnagori. Çrnagori Serbia, sepse ky është dora e djathtë e Serbisë. Pse po mendon? Po normal se ky Hanedan ka punu me Serbi. Edhe këtë njerëz që ka mbrapa janë me ta dhe janë kontra çlirimtarëve, janë kontra shtetit, kanë qenë gjithmonë. Aja ka qenë flamurin tonë Lara. Niko, ju e dini mirë. Ka bosh mos se ka shkatërru këtë vend. Që 5 vite që ka orë ky vend ka ngele, e pa të rrugën si është mes. S'ka gjon këtu më hiç. Po te i kishte mendimet këqija për Albin Kurtin. Po pse e ka marrë që ka shumë pushtet, 50% e ka marrë veç vet. Çfarë mendimi po unë po e votojnë prapë? Unë më merr mendja se ky 50% na shkon edhe 80%. Nashti, me kalimin e kohës, që të ka arrit koha. Po këta pas ky 50% që 51% që ka shumë keq. Shumë i keq për ta, për ne është mirë, sepse ne ata që kanë luftuar për këtë vend, ata e dinë mirë se kush janë. Pro, këta kanë ardhur me 51% që vinë njerëz pej Gjermania, atje pej Zvicrë, pej çdo kushit, vinë edhe na votojnë këtë Albinin tu. Që ka pa na vjen ky? S'na vjen kurrë, ky më kohë mirë i shku atje në Dragomera, i kohë ky. Atje i shku kish nejt me njerëz të vet. Se po mendon që veç Mergota për votojnë, kanë votuar edhe njerëz. Pa kanë votuar edhe një pjesë kanë vjedh votat, aja dihet. Domethënë, ky ka ngel Mitrovica. Një dytën thonë Mitrovica. Mitrovica u shërua
atë ditë që ka hyrë natën në Kosovë, atë ditë është liru Mitrovica, dëgona t'i kena në atje, kur e ka morë Albin Sërnagori për shtetin, dëgona ka qenë Njarinji atje. Do me thonë, Nuk ka qenë Mitrovica. se se i pajtimi që Albin Kurti e ka shliru Mitrovica. Po jo, s'ka bu kur qa. Mitrovica është shliru qysh, kur ka hyrë natën në Kosovë, Kosova është shliru çdo cep me cep. Çdo konë është shliru Kosova. Prandaj, unë nuk jam me njerëz, me këta politikante vetë vendosjes, që qënë këta, unë nuk jam me ta. Sepse këta kom menu që shkanë orë me lofe, me muhabete për pora, që kanë bo, te kanë bo, kom menu thësha, ndoshta, do vjen një ditë edhe e vërteta, do bëhet ashtu si këta në thunë, po kjo dulë krejt e kundër ta. Edhe mu ma shumë më vjen keq, unë jam vetë familje dëshmori, vlaj mu ka vronë në Kosovë atje. Mu vjen turp edhe një pjesë e familjeve dëshmorve jenë shku me ta. Kusë këna i ka shumë me shqirintor, në kanë full, që mos kanë full për ta, dhe me thonë, sot i kemë në hoga atje. Nuk pa di më dramë që me thonë, jam shumë i mblefosur me këtë politiken e sudit. Edhe asë si kom desh kur, po dhe nuk i du. Se këta s'mojnë gjonë, këta janë për shkatrimin e shtetit, jo për formimin e shtetit. Këta janë për shkatrimin e shtetit, e kanë shkatru edhe aja temel që u maru, këta e shkatru. Pse e kanë shkatru? Po pse kanë shkatru, sepse nuk kanë bon këta gjonë. Çka bon i ka? A tha Mitrovicën e shkujti marrëveshjen e Ohrit. E boni Zajednicën, a i hëqi kryetar shqiptar që kanë atje, a erdhën prapë sert. Çka boni kë? Sa ka bëhu gjo? Ti a mendon që nëse kthehen këta që janë ho kanë me marrë prapë qeverinë? A Po kishe votu prapë ti? Unë prej si votuat në Kosovë, gjithmonë e kom votu Partinë Demokratike dhe nuk kam ndryshim edhe familja ime dhe këtë ke logje këto. Prandaj, nëse më shkon menja një ditë me votu Albin Sërnagori, në atër dhe të me prej dorën. Se nuk më vynë më durë dhe minja, as mendë dhe minja. Do me thonë je shumë i shgënjur. Shumë i shgënjur jam. Shumë i shgënjur jam. A ke mendu që kur u bë kryeministër ka me punu ma shumë për vendin tonë? Unë fillim si mas lofe, si mas muhabete, si mas kur dalken e për protesta, po këto aty i kish pas protestave sa për syje foqe, se aty si shlingon asë gjë. Kom menu dhe vetë, thesha ndoshta dosh zoti, edhe bëmët ashtu. E përmen ke bashkimin kombëtar. Ku a bashkimi kombëtar? E Kosova këtu është. Ku a bashkimi kombëtar? Shkojnë në Prezeren atje në Dogon, do të me dhonë me letrin e thima, me ato, dhe me thonë, s'ka punë për këtë njeri kur gjënë. Me Shqipëri i kemi punë shumë keq. Ma keq i kemi, ma mirë i ka Albini punë me Serbinë e me njerëz të Serbisë se me njerëz në Shqipëri. Prandaj, unë personalisht, unë po e flas mendimin tim. Personalisht nuk jam me këtë njeri, nuk jam i lumtur edhe nuk inshallah do zoti sa më shpejt edhe i shkon në Rusi. Dje s'na rremo këto, se kë pe atje ka orë dhe atje le të shkon. Do me thonë je shumë i shgënjur. Shumë i shgënjur jam. A mendon që rinia tash po ndikohen pak për çtyne gjonave dhe pëlqejnë vendin? Po normal se s'ka perspektivë. Shkon i mashtron i rran njerëzit me vitra, këto i quj që s'ka bojnë ta vitra janë të 10 euro, 100 euro pensione, të janë vitra. Mu s'ka nevojë, nëse ashtë 3 dorën, sa kom 3 dorën edhe aty në që kanë qenë, Po. kam punu të një jetën time. Nuk ka problemi aty pse. Jemi edhe 5 vllazën. E vetëmja familjen këtë lagje jem, edhe në këtë katon, këtë quhet katuni Lëqin. Po. Që asnjë nga vëllezërit tonë nuk jemi veteran. Kemi mujtë me hi, po nuk kemi dashtë. Sepse, ma kalon baba amanet Ramet Post, ju lutëm tha mos m'ja kërit një gjokin djallit atje dhe në rregull. Dhe me thënë, është shumë problem, shumë njerëz kanë dhonë pare, me pare në hi. Po na kanë lutë, faleminderit, i respektoj, na kanë lutë, kanë thonë ju takon jeni familje dëshmori, kena thonë ju faleminderit, respekt, por na nuk merrem atë punë, edhe kemi ngela. Do të bëj diçka që është. Unë due vetëm ato që është originale, jo si me rana. Me rana nuk due original. Ky që jam mirë keq, dhe me thënë, e du shtetin tim. Kom liftu për, edhe babgjyshi im ka qenë koçak. Kem liftu, ne jemi familje me qëngë.
Anë dan kemi liftu për këtë vend. Edhe liftojmë, edhe 5 vllazën jemi, kemi djem, nuk ka problemi. Nesa me pas në Kosovë nevojë, aty jemi. Po unë jam i zgënjur se si ka ardhur momenti, si ka ardhur koha mu, si familje dëshmori me marrë turp, me thonë jam vllai i dëshmorit.